Në shtëpinë e Pembe, vazhdojnë përplasjet mes Fatit dhe Mustafait, ku Fati nuk e humb rastin të thumboj me ironi dhe sarkazëm të vëllain në çdo diskutim. Këto tensione i bën gjërat gjithnjë më të pakëndshme në familje. Pembe, e lodhur dhe e mërzitur nga kjo atmosferë e rënduar, merr situatën në dorë. Ajo vendos rregulla të reja në shtëpi, duke urdhëruar që çështjet dhe konfliktet e kompanisë nuk duhet i sjellin në familje, mosmarrveshjet profesionale të mbeten jashtë derës së shtëpisë. Për më tepër ajo i drejtohet Mustafait me vendosmëri dhe i thotë se do të marrë pjesë patjetër në festën e ditëlindjes së Xhemres. Duke ndjekur seriozisht këshillën e Merit, Abdullaj nuk humbet kohë dhe urdhëron menjëherë vendosjen e kamrave të fshehta në dhomën e bebes së Alevit, pa dijenin e kujdestares. Ai është i shqetësuar nga mundësia që fëmia të jetë në ndonjë ndikim të rrezikshëm, sidomos pas informacioneve që Meri mori në park mbi datot që përdornin metoda të ndryshme për të qetësuar fëmijët. Mehtan, i entuziazmuar për lidhjen e tij të re, i kërkon Omerit që ai dhe nëna e tij të dalin së bashku për një darkë familjare me qëllim që të njohin të dashurën e tij. Fillimisht, Omeri duket i rezervuar, por më pas pranon kërkesën, duke treguar një hap të parë drejt pranimit të marrëdhënies së djalit të tij. Somez, e shqetësuar për vonesën e Merit, e pret me ankth, por Meri e surprizon me një dhuratë, duke zbutur menjëherë atmosferën. Këvëllçem, e cila gjithashtu e tensionuar për situatën me beben e Alevit, e pyet Meri nëse ka arritur ta binte Abdullahin që të vendos kamera në dhomën e bebes, për të zbuluar arsyen pse ajo fle aq gjatë. Meri përgjigjet se po. Abdullah ka pranuar propozimin dhe tani ato mezi presin të zbulojnë çfarë ndodh realisht gjatë kohës që kujdestarja kujdeset për foshnjën. Gjatë organizimit të ditëlindjes së Xhemres, këvëllçemi shpreh mirënjohjen vjerrës së Dohës për mbështetjen e vazhdueshme që i ka dhënë vajzës së saj. Vjerra e Dohës i përgjigjet me ngrohtësi se Doha tashmë është si vajza e saj dhe e konsideron pjesë të familjes. Ndërkohë Pembe e afron Dohën me ngrohtësi dhe ngushëllon për humbjen e Alevit, duke treguar një anë më të butë dhe të dhemësur të saj. Në të njëjtën frymë, edhe Gorkemi afrohet Dohës dhe i kërkon ndjes që nuk mori pjesë në ceremoninë e varrimit, duke pranuar mungesën e saj dhe duke treguar keqardhje për dhimbjen që po kalon Doha. Kjo atmosferë e përzier me emocione tregon një afrim të heshtur mes grave të familjes. Për te konflikteve të kaluara. Abdullah, i zhytur në mendime dhe i lodhur nga tensionet e vazhdueshme, vendos të mos marrë pjesë në ditëlindjen e Xhemres. Ai shpjegon vendimin e tij me qetësi, duke theksuar se nuk dëshiron një përmballje me Pembe dhe Mustafain. Omer, i vendosur për të korrigjuar gabimet e së kaluarës, shkon në shtëpinë e Somezit për ta takuar atë personalisht dhe për t'i treguar se ende e do shumë këvëllçemin. Gjatë kësaj vizite, ai njihet edhe me Merin, besën e Somezit, e cila që në fillim tregohet e kujdesshme dhe vëzhguese. Omer me sinqeritet i rrëfen Somezit se ka bërë një gabim, por është i gatshëm të luftojë për vajzën që dashuron. Por Somez, e thyer nga dhimbja e humbjes së Alevit, i përgjigjet se nuk dëshiron më që vajzat e saj të përfshihen në dilema të tilla dhe i kërkon që të largohet nga jeta e tyre. Meri, e ndikuar nga fjalët e Omerit dhe sinqeriteti i tij, ndërryn dhe i kërkon falje në emër të tezes. Ajo i premton Omerit se do të flas vetë me këvëllçemin me shpresën që ta ndihmojë të kuptojë ndjenjat e saj të vërteta. Ky veprim i Merit mund të hapë një rrugë të re për pajtimin e këvëllçemit dhe Omerit. Thonë se gëzimet i bashkojnë njerëzit. Edhe pikërisht, kjo ndodhi edhe me Dohën edhe Fatin, edhe pse të ndarë ata lanë me një ndallimet dhe u shfaqën të lumtur në ditëlindjen e parë të vajzës së tyre, Xhemres. Prania e tyre së bashku krijoi një panoramë të mrekullueshme familjare, ku dashuria për fëmijën triumfoi mbi gjithçka tjetër, duke i emocionuar të gjithë të pranishmit. Në largim nga festa, Pembe përgëzon Dohën për organizimin e bukur dhe fton atë për një vizitë në shtëpinë e saj, duke treguar një qasje më të ngrohtë ndaj saj. Girai nga ana tjetër i falenderon të gjithë të ftuarit, duke theksuar se prania e tyre e lumturoi shumë Dohën, por ky falenderim nuk i pëlqeu Fatit. Abdullah sapo njoftohet se kamrat e vendosura në dhomën e bebes kanë kapur veprime të paligjshme dhe të rrezikshme nga kujdestarja. Reagimi i tij është i menjëhershëm dhe i ashpër, i agravuar dhe i tronditur. Ai shkon vetë përballë kujdestares dhe e kërcënon me kallëzim penal dhe burg për neglizhencë dhe rrezikimin e jetës së fëmijës. Duke parë situatën, këvëllçëm përfiton nga momenti për t'i kërkuar Abdullahit që t'i lërë asaj rritjen e vajzës, duke i thënë me vendosmëri se ajo është më e aftë dhe më e përkushtuar
për ta mbrojtur dhe rritur vogëlushën me dashuri. KVLÇ dhe SOMES, të lehtësuara nga lajmi se analizat e bebes kanë rezultuar të pastra, dihen më të qeta dhe plot shpresë. Ato besojnë se tashmë kanë një shans të vërtet për të fituar kujdestarin, sidomos pas skandalit me kujdestaren. Por pa paralajmërim, Abdullah u mbërrin së bashku me policin dhe këmbgul që vajzat i dorëzohet atij, duke përdorur ende autoritetin ligjor që ka. KVLÇ me zemër të thyer ja dorëzon vogëlushen, por me vendosmëri i premton nënës të saj se nuk do të dorëzohet. Tashmë ajo ka fakte, prova dhe mbështetje për të luftuar ligjërisht edhe për ta rikthyer vajzën në duart e duhura. Gjatë darkës familjare, Mehtan dhe Omer takohen me të dashurën e re të Mehtanit, por atmosfera ndryshon kur vjen nëna e vajzës. Ajo e njeh menjëherë Omerin dhe një buzëqeshje të çuditshme zbulon se ata të dy kanë qenë të lidhur në kohën e gjimnazit. Omer mbetet i habitur, ndërsa vajza dhe Mehtan duken të zënë ngusht nga kjo e kaluar e papritur që del në dritë. Situata tensionohet për pak çaste, ndërsa të gjithë përpiqen të kuptojnë nëse kjo e shkuar do të ndikojë në marrëdhënien e tyre të tanishme. Kjo darkë që pritej të ishte thjesht njohëse, kthehet në një përballje me të kaluarën. Atmosfera e darkës në shtëpinë e Pembe është e qetë dhe familjare, derisa një shërbyes i afrohet Pembes dhe i thotë se dikush e pret tek dera. Të gjithë ndalojnë së folurit të habitur dhe kureshtar se kush mund të jetë vizitori në këtë orë. Pembe del dhe për habin e saj tek dera qëndron Abdullah me bebe në krah. Me një shprehje të lodhur dhe të përulur, i kërkon ndihmë Pembes. Si do të veprojë Pembe pas këtij gjesti të papritur të Abdullahit? A do ta strehojë atë dhe bebe në shtëpinë e saj, apo do të vendosë rregulla të forta për ta mbrojtur paqen në familje? Të gjitha përgjigjet në episodin e ardhshëm. Mos e humbisni, ngjarjet marrin një ktesë të papritur dhe emocionet arrin kulmin. Ju ftojmë të na ndiqni.